Kryeministri Edi Rama ka reaguar sërish për protestat që po zhvillohen në Tiranë nga qytetarët që janë kundër ndërtimit të resortit në Zvërnec, teksa ka nxjerrë me video intervistën e një qytetari që fyen dhe kërcënon me vdekje. Kreu i qeverisë thekson se Shqipëria do të bëhet sipas vizionit që është votuar në shumicë nga qytetarët në zgjedhjet parlamentare të 11 maj 2025. Mirëmëngjes. Dhe me ndjesën për këtë video kartolin të pazakonshme nga Shqipëria e shqiptarëve, e duke i siguruar të gjithë se Shqipëria do bëhet sipas kontratës që kemi lidhur për herën e 4 në majin e shkuar me 83 vota, pavarësisht se ç'a thonë ç'a duan këta shqiptarët që e din Shqipërinë, pengun e verbërisë së tyre dhe atë dashurinë podium për çfarë me libër shtëpie, tradhtarët e armiqt imagjinar të Shqipërisë, ju uroj një ditë të mbar me një përqafim të veçantë për ata të mitë që kanë mbetur akoma peng i një proteste së cilës i ka humbur çdo arsye reale e nisjes, shkruan Rama. Dje paralelisht me orët e para të tubimit, Rama mbajti një takim me socialistët në Tiranë në kuadër të 35 vjetorit të themelimit të Partisë Socialiste. Protestat kundër projektit në Zvërnec kanë vijuar prej disa ditësh që pas incidentit ku një protestues u dhunua në Vlorë nga punonjësit e kompanisë private të sigurisë që mbronin kantierin. Qytetarët kërkojnë ndalimin e projektit, pasi sipas tyre cënon zonën e mbrojtur të lagunës së Nartës.